emërimi apo shkarkimi i ministrit nuk është gjëkundi kur në asnjë vend të botës, mund ta them me plot gojë tani, sepse nuk e ka nxjerr dot kush një rast kur në një vend botës kjo kompetencë është e një prokurori dhe një gjykatësi në një seancë parapraktike. Drejtësia duhet të jetë e pavarur. Sot ajo është e pavarur dhe duhet mbetet përgjithmonë e pavarur. Por pavarësia e pushtetit gjyqësor mbaron aty ku fillon pavarësia e dy pushtetet të tjera, legislativit dhe ekzekutivit, të cilat ndër të tjera kanë edhe të drejtën dhe detyrën të emërojnë apo të shkarkojnë ministra. Dhe kjo e drejtë dhe detyrë nuk ndahet me gjyqësorin, nuk i takon gjyqësorit dhe nuk mund lejohet që ta marrë gjyqësori. Gjithsesi, tani më kur as gjykata kushtetuese nuk mori dot vendim për rastin konkret, ne do kalojmë përtej rastit konkret dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë së bashku me kryetarin e grupit Oland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, pra me 3 firmat tona, do të depozitojmë nismën për të adresuar me njëherë boshllëku në fjalë. Nisma do të paraqitet fillimisht grupit parlamentar në mbledhjen e tij të fillimjavës, ditën e hënë në mëngjes, dhe do të jetë transparente edhe për opinionin publik, pasi prezantimi i nismës do të bëhet me praninë e medias.